Fjala e Perëndisë gjendet sot në librin e Jakobit, kapitulli 1, dhe jemi duke lexuar nga vargu 19. Jakobi, kapitulli 1, duke lexuar nga vargu 19. Le të dëgjojmë fjalën e Perëndisë. Prandaj vëllezër të mi të dashur, çdo njeri të jetë i shpejt në të dëgjuar, i ngadalshëm në të folur, i ngadalshëm në zemërim, sepse zemërimi i njeriut nuk kryen drejtësinë e Perëndisë. Prandaj hizni te çdo ndyrësi dhe mbeturin lehtësie, pranoni me butësi fjalën e mbjellni ju, e cila mund të shpëtoj shpirtrat tuaj. Po bëheni bërës të fjalës, të jo vetëm dëgjues, që gënjejnë vetveten. Sepse nëse dikush është dëgjues i fjalës dhe jo bërës, ai përngjan një njeriu që e vështron fytyrën e tij natyrale në një pasqyrë. Ai vështron veten dhe ikën dhe menjëherë haron si qenë. Ndërsa ai që do përkullet për të parë në ligjin në përsosur të lirisë, dhe ngulmon në te, duke mos qenë një dëgjues haraq, po një bërës i veprës, ai do të jetë i lumë në veprimtarin e vetë. Libri i Jobit thot, njeriu lind për të vuajtur, ashtu si shkëndije për të ngjitur lart. Ashtu se kurse shkëndit nga një zjarë do të ngjiten lart, edhe njeriu në mënyrë të pashmangshme do të vuajë në këtë jetë. Pyetja është, si do të qëndrojmë kur vinë? Si do jemi besnik ndaj Zotit kur pikëllimet e sprovat vinë në jetë? Në vargun 12 kemi një premtim, që ai që duron sprovën do të ketë kurorën e jetës, me fjalë të tjerë do të ketë jetën e përjetshme. Po hali është, si do durojmë deri në fund të marrim kurorën e jetës? Vetëm kur jeta jonë është e formuar me fjalën e Perëndisë. Shikoni 3 gjërat bashkë me mua këtu. Së pari shohim marrëdhëniet të formuara nga fjala. Në vargun 19, Jakobi quan këta njerëz vëllezër të dashur. Jemi të rilindur, vargun 18, me anë të fjalës së Zotit. Dhe kjo fjalë tani na ka rilindur një familje të re, që kërkon një jetë të re, marrëdhënie të reja me njëri tjetrin. Marrëdhëniet që formohen nga fjala. Duhet jemi të shpejt në të dëgjuar. Që të kuptojmë këtë shprehje, duhet të shohim pak kontekstin. Sepse po flet pa marrëdhënie të prishura. Po flet për njerëzit që kanë zemërim me njëri tjetrin. Dhe po thot, jo në mënyrë të përgjithshme, dëgjoni njëri tjetrin dhe jini të shpejt për të dëgjuar, po e thot që të parandaloni problemet, që të parandaloni zemërimi me njëri tjetrin, ju duhet jeni të shpejt për të dëgjuar. Jemi shumë të shpejt për të paragjykuar njëri tjetrin. Jemi shumë të shpejt për të hamencuar qa ka filani apo fisteku. Jemi shumë të shpejt që të ngelet qefi me njëri tjetrin, pa dëgjuar anën tjetër. Sa do ndryshonin marrëdhëniet tona, po të ishim të shpejt për të dëgjuar njëri tjetrin. Të shpejt për të dëgjuar, po të ngadalë
në të folur. Vini re që ai nuk thot, mos flisni. Po thot jeni ngadalë për të folur. Ka një kohë që njeriu duhet të flasë. Efesianët 4:15 thot që duhet të tregojnë të vërtetën në dashuri. Po problemi ynë është që jemi shumë të nxituar në të folur. Ne i themi gjëra të rënda njëri tjetrit pa marrë vesh çështjen mirë. Fjallat urtë 18:13. Kush jep përgjigje për një çështje para se të ketë dëgjuar, tregon marrëzinë e tij për turp të vet. Të dish të gjitha është të kuptosh të gjitha. Po jemi të paduruar. Nuk marrim më shumë të dhënat për situatat. Bëjmë prenonësimet para kohe. Po shikoni çfarë thot Solomoni në fjallat urtë 10:19. Në fjallat të shumta nuk u mungon faj. Po ai që frenon buzët e tij është i urtë. Kur jemi të shpejt për të folur, nuk na mungon faj. Se që ndodh, kur jemi të shpejt për të folur, pastaj na merrhodh emocionin edhe derzim fjalët pa menduar. Duhet jemi të shpejt për të dëgjuar, të ngadalë për të folur dhe të ngadalë për të zemëruar. Përsëri, duhet të theksojmë, ai nuk thot mos u zemëroheni. Efesianët 4:26. Zemërohoni dhe mos mëkatoni, djeli të mos perëndojë mbi zemërimin tuaj. Ka raste kur është e drejtë në Zotin që unë dhe ty të jemi të zemëruar. Po ku qëndron problemi? Problemi qëndron tek zemrat tona, që po të mos trajtojnë zemërimin ton, dhe thot mos u lejo djeli të perëndojë mbi natin tuaj, po të mos trajtojnë këtë zemërim, zemërimi ynë që fillon në drejtësi, shndrohet në mëkat. Pyetja është, për çfarë zemërohesh ti? Qa të bën ty të zemërohesh? Mendo pak për çfarë u zemërua Jezusi. Në Marku 3 ai u zemërua nga ngurtësimi i zemrës së dishepujve të tij. Mateo 23, për hipokrizinë e farisejve. Në Gjoni 2, sepse templi i Perëndis ishte kthyer, siç thoshte ai, një shpellë kursarash. Sepse templi i Zotit, adhurimi i Zotit, u bë tregti dhe nuk ishte hapësirë që kombët të vinin për të adhuruar Zotin, dhe ai ktheu tryezët përmbys. U zemëruar me vdekje. Ndeti tek vari i Lazarit, dhe thuhet atje që u trishtua thellësisht, edhe kjo fjalë përdoret për një kall që shfryn nga hundët, nga inati. Jezusi përballë vdekjes ishte natosur. Po kur mendon thellë për çfarë zemërohemi ne? Për egon tonë. Digniteti, krenaria, emri ynë. Interesi ynë kur pretet. Ne nuk zemërohemi për gjërat e duhura, po për veten.
Edhe kjo na çon në mëkat. Pse? Sepse kur unë jam i prekur, domosdoshmërisht unë do mëkatoj. Kur zemërohem për gjëra të perëndishme, në vërtet zemërimi im do jetë i drejtë. Kur mendoj për shpirtrat të njerëzve, kur mendoj për të mirën e mbretërisë së Perëndisë, kur mendoj për emrin e Zotit, po zemërimi im do jetë i drejtë. Po të zemërohem unë, se unë jam i prekur, do përfundoj se s'bën në mëkat. Jakobi thot në vargun 20, zemërimi i njeriut nuk i kryen drejtësinë e Perëndisë. Dhe prandaj thot, nuk duhet të jemi të shpejt në të zemëruar. Nëse ne do të qëndrojmë në sprovat tona, duhet të kemi marrëdhënie të formuara nga fjala. Së bashku qëndrojmë, të përçarë bjen poshtë. Kur marrëdhëniet tona nuk janë biblike, ç'a ndodh? Ne si individ nuk e bëjmë dot ballë sfidave që na vijnë. Kur kemi unitet me njëri tjetrin, kemi fuqi të përballojmë çdo gjë që vjen në jetë. Prandaj na duhen marrëdhëniet biblike. Së dyti, shohim zemrën që pranon fjalën. Nëse do të qëndrojmë, fjala e Zotit duhet të formojë marrëdhëniet tona, por që fjala të veprojë tek ne, ajo duhet të hyjë një herë. Ajo duhet të ketë një hyrje të lirë që të veprojë në ne. Që fjala e Zotit të hyjë tek ti, dy gjëra duhet të ndodhin. Në rast të parë duhet të zhvishesh nga mëkati. Ai thot, hidhni te çdo ndyrësi dhe mbeturin likësie, duhet të zhveshi mëkatin ashtu sikur se zhvishemi nga rrobat të pista. Pse? Sepse mëkati na bllokon veshët dhe bllokon zemrën që të mos dëgjojnë fjalën. Zanafila e fjalës ligësi këtu është një fjalë në greqishten e lashtë dyll. Dyll. Ne dim që ndodh kur kemi shumë dyll në vesh. Nuk dëgjojnë. Dhe kur ligësia është në jetën e një besimtari, nuk ka vesh për të dëgjuar çfarë po thot Zoti. Ti mund të lexosh Biblën një orë në ditë. Ti mund të dëgjosh një predikim në ditë. Ti mund të vish në çdo studim të fjalës së Perëndisë. Po atje ku ka mëkat, fjala e Perëndisë nuk mund të bëjë efekt. Prandaj për ditë duhet të jemi duke u penduar. Në kohën e komunizmit, besimtarët të krishterë në Romani njiheshin me një nofk të penduarit. Sepse jo besimtarët e vunë re diçka. Kur besimtarët flisnin me njëri tjetrin, flisnin gjithmonë për nevojën e tyre për të penduar. Dhe jo besimtarët e vunë këtë damk, këtë nofk, besimtarëve thoshtin, janë këta të penduarit. Po a je duke u penduar ditë e ditës për mëkatin tënd? A je i vetëdijshëm për mëkatin tënd? A merr kohë çdo ditë që të shërtosh veten për mëkatet e tua? A kërkon falje ditë për ditë?
A mirë hapët konkrete, po të këthyrë nga mëkati, që fjalët na bëjnë mirë, duhen zhbllokuar veshët tanë. Duhet hequr çdo mëkat që fjala të hyjë, që vendet e zemrës sonë mos i jenë të bllokuara, se përndryshe bëhet koronare. Që fjala të hyjë duhet të pendohemi për ditë. Dhe që fjala të hyjë duhet të pranojmë atë. Ai thot, pranoni me butësi fjalën e mbjellë ju. Tani kjo tingëllon si kontradikt. Si të pranoj diçka që është mbjellë tek unë. Si të pranoj diçka që është në mua. Po Bibla na tregon kur njeriu lind sërish, Perëndia e shkruan ligjin e tij në zemrën e këtij personi. Fjala e Perëndisë është shkruar në ne. Po hali a vëmre fjalën, a dëgjojmë fjalën, a bëjmë atë që thot fjalën, a dëgjojmë çapo na thot fjala, po ajo është tjetër çështje. Fjala është brenda nesh kur rilindemi. Po hali është, apo e dëgjojmë, apo pranojmë këtë fjalë. Sa herë dëgjoni predikime dhe thua, shqyr që ishte filani sot, a ju ishte për atë. Sa herë dëgjon apo lexon Biblën dhe e merr atë që do ty. Që ty të vjen mirë të dëgjosh. Sa herë nxjerrë në një predikim atë që ty të justifikon veprat e tua. A lejon Bibla të të korrigjoj ty? A lejon ti fjalën e Zotit të të bind për mëkatin tënd? Isaia 66:2, mbi këpra do t'i kthej shikimin tim. Mbi atë që është i përullur, ka frym të penduar dhe dridhet nga fjala ime. Jakobi thot tekstualisht këtu që duhet pranuar fjalën me përullësi. Unë vdes për atë thënien e Bledit, jemi qik më të menë, fryma e shenjtë është pak me menë shu së së ne. Tani e thot me ironi. Ne në të vërtet mendojnë në krenarin dhe në fodullakun tonë, që e din më mirë se fryma e shenjtë. Nga e di unë këtë, se në momentin që unë nuk zbatoj Biblën, jam duke thënë unë di më mirë se Zoti. Edhe në këtë krenari, a do hy fjallën Zotit? Në këtë zemër që thot, atë e di unë, do hy fjalla? Do në bëj mirë? Fjalla vetëm mund të më bëj mirë, kur unë përullëm për para Zotit. Dhe them, o Zot, fol, se shërbëtori ju po dëgjon. Si po në Kornelit, kur vajti Pietri atje, tani të gjithë jemi mbledhur, tha i. Tani fol dhe na trego se çfarë duhet të bëjmë. Kryeqinsi, oficer, njëri me pozit, romak, një njëri që jep urdhra, nuk merr. Edhe ky njëri që komandon 100 njerëz, që është njëri me gradë të lartë të thot, tani zotëri peshkëtar, fol, që ne të dim çfarë të bëjmë tani. O, ky është qëndrimi i zemrës që na duhet kur vim tek fjala. Zot më fol, edhe unë do të bëj atë. Sepse kur hyn fjala, ç'a ndodh? Po na drejton
po na forcon, po na shenjtëron, po na urtëson, po na jep atë që na duhet të vemi tek finishi, të vemi tek Zoti. Që njeriu të përfundoj garën e besimit, ai duhet të ketë marrëdhënie biblike dhe fjala duhet të hyjë tek ai. Së treti shohim këmbënguljen që sjell bekim. Nëse fjala e Perëndis do hyjë tek ne, të na bëjë mirë, duhet të këmbëngulemi në dy gjërat. Duhet të këmbëngulemi në studimin e fjalës, vargu 25, ndërsa ai që do të përkullet për të parë në ligjin e përsosur e lirisë. Kjo shprehje përsëritet në Gjoni kapitulli 20, kur gratë erdhën tek dishepuit dhe thanë, vari është bosh. Dhe na thuhet në Gjoni 20 që Gjoni dhe Pietri u vrapuan tek vari i Jezusit dhe Gjoni u përkull edhe pa pulhurat. E pa dhe po bluante në mendje. Po si e ka mundësi që Jezusi nuk është në varme? Ose përdoret në 1 Pietri 1, vargu 12, kur thuhet që për ungjillin e Jezusit, që këto janë gjërat që engjëjt dëshirojnë të vëzhgojnë. Dhe tekstualisht thuhet që janë në majtë të historive, duke sforcuar veten e tyre për të parë neve. Si e ka mundësi që Zoti ka shpëtuar këta njerëz me anë të Jezusit? Janë sy e vesh për të parë. Edhe është kjo shprehje që përdor Jakobi këtu. I thot, ashtu sikur se Gjoni shikonte pulhurat, ashtu sikur se angjëjt vëzhgojnë nga qielli ç'a po bëhet me ne, edhe ne duhet të fiksojmë mendjen, zemrën tek ligji i Zotit. Pse? Po është ligji i përsosmërisë. Është i përsosur si ligj, po na sjell përsosmëri. Kur e zbatojmë atë në praktikë. Na bën njerëz të plot, njerëz të kompletuar, njerëz që nuk mungojnë as edhe një virtyt të Krishtit. Kur ti shikon diçka, pa admiruar atë, ti e duke treguar sa vlerë ka. Unë mund të shikoj një peizazh i bukur skocez, edhe shoh malet e Skocisë, më ka marrë mali për malet e Skocisë. Edhe mund të shikoj ngjyrat, edhe mund të shikoj bukurinë, edhe unë e fiksoj syt atje, se është gjë e bukur. Për mua, përveç zonjës, nuk ka gjë më të bukur në botë. Po kur ti je përballë fjalën e Zotit, të gjitha bukuritë e kësaj bote janë një hiç. Se është fjala e përsosmërisë dhe ligji i lirisë, që do të thotë, kur unë zbatoj Biblën, unë kam liri për të afruar me Zotin, për të bindur Zotin, dhe për të jetuar si Zoti do. Fjala me jep liri nga mëkati dhe pushteti i tij. Ky ligj është aq i mrekullueshëm, sa që gjëja më e bukur në botë nuk krahasohet fare. Dhe prandaj Jakobi thot, duhet të fiksojmë syt atje, mendjen, zemrën. Duhet të jemi si ai njeriu i drejtë në Psalmin 1, që mendon thellë mbi ligjin e Zotit ditë e natë.
Pyetja është, a mediton mbi fjalën? A mendon thellë mbi Biblën? Apo e lexon dhe ikën para se të bëj efekt? Duhet të këmbëngulemi në fjalët e Zotit, në studimin e saj, po edhe në zbatimin e saj. Është gabim fatal që unë të dëgjoj dhe të mos zbatoj fjalën. Kur unë nuk zbatoj fjalën, të gjitha vlerat hiqen. Është si punë e patates. Të gjitha vlerat e patates e dy ku qëndron? Poshtë lëkurës. Edhe ne qa bëjmë? E qërojnë patatet. Lëvoshët e hedhin poshtë. Të gjitha vlerat minerale, ushqimore të patates, ne i heqim se ne ham patate. Nuk është që nuk ham, po nuk në bën asnjë të mirë. A të gjojnë predikimet ne, sa të në dalin nga hundët. Dhe asnjë nuk në bën mirë, po pse? Po e hoqin lëvoshën në pataten ti. Ti bëre që të gjitha vleret e fjalës së Zotit të humbasin, pse? Po nuk e zbatovi në praktikë. Edhe prandaj Jakobi bën këtë ngjasim, këtë krahasim, thot, si një njeri që shkon tek pasqyra, o pasqyr, kush është më i bukur në botë? Pasqyra thot, po si e ti o qenë. Po ti shikon vetën në pasqyrë, thot Jakobi, një po ti ikur, haron se si dukesh. Po tani haron njeri unë fytyrën e vetë? Po ti haron fjalën, kur nuk e zbaton atë. Fjala nuk hyn, fjala nuk vepron, fjala nuk të ndryshon kur ti nuk e zbaton atë në praktik. Ne dëgjojmë predikimet, lexojmë Biblën, edhe themi, po ç'ne s'na ecin gjërat në barë një jetë. Po ne dëgjojmë dhe mbushemi me njohuri, edhe zbatimi tjetër gjë. A nxjerr kur ti lexon Biblën, a nxjerr zbatimet për veten tënde, jo për lagje, për veten. Kur je në kohën e predikimit, apo mendon dhe apo reflekton çfarë duhet të bëj unë tani, apo thjesht je duke menduar për drekën. Në një studim biblik, a je duke menduar se kur do mbaroj William? Ose a je duke kthyer pushkën drejt vetes? Duke thënë, qa do të thot kjo fjalë për mua? Çfarë presim nga Bibla, kur ne nuk e bëjmë atë që thot? A kërkon ndihmë nga ato të shtëpisë, nga bashkëbesimtarët të tu, që të jesh një bërës i fjalës, se për të ndryshuar nuk është e lehtë. Për të bërë analizë si opinion, për të bërë një analizë si ata komentues që shikojnë një ndeshje, jemi analistë numër 1. Po për të zbatuar fjalën e Zotit, e do shokët. E shoqët. Ne nuk zbatojmë dot fjalën e Perëndis pa nxitjen, inkurijimin, këshillimin e njëri tjetrit. Kur kemi marrëdhëniet sipas fjalës, kur i pranojmë fjalën me përurësi, kur këmbëngulemi në studimin dhe zbatimin e fjalës, ne
jemi si hekur. Asnjë gjë nuk do të na thyej. Asnjë gjë nuk do të na devijoj. Asnjë gjë nuk do të na pengoj që të vemi drejt përjetësisë. Dhe Jakobi thjesht po na sfidon sot, çfarë do bësh ti me këtë fjalë? A do të formoj fjallën e Zotit? A do të hyj brenda teje? A do jetë fjallë e Zotit, meditimi yt, dhe ajo që ti zbaton në praktik? O çfarë do bësh me këtë fjallë? Që është në gjendje çfarë? Po i thot, që të shpëtoj shpirtrat tuaj. Vargu 21. Kjo fjallë është harpa që ty të drejton për në shtëpi. Kjo fjallë është fuqia që ty të jep durimin në kohëre të vështira. Kjo fjallë është ngushëllimi që të mban zemrën kur gjithçka po thyhet. Kjo fjallë shpëton shpirtin. Edhe është kjo fjallë që ne kemi nevojë për mbi të gjitha gjërat. Të dashur, çfarë do të bëni me këtë fjallë? Le të lutem.